Disa minuta që do ju ndryshojnë ditën. Lutjet më të bukura, që burojnë nga një shpirt i lodhur. O Allah, na i hap dyert e mëshirës tënde, na i zbu syt me lotë e besimit, dhe na i zbu zemrat me ëmbëlsinë e imanit. Amin. O Allah, mos lir asnjë nën me zemër të thyer dhe me lot në sy. Jepu dhe fali e vlat të hajrit. Ti je dhuruesi pa kufi, ndërsa nënat që kanë evlat, rujua dhe falua ato. Ndriçoj shpirtrat tanë me dritën tënde, o Zot, siç ndriçon ablimi errësirën, gjumat të begat dhe lutjet pranura. Ndriçoj shpirtrat tanë me dritën tënde, o Zot, siç ndriçon ablimi errësirën, gjumat të begat dhe lutjet pranura. O Zoti im, nëse gjunahet të mia janë bërë të shumta, unë e di se falja jote është më e madhe, andaj më fal mua. O Zoti im, nëse gjunahet të mia janë bërë të shumta, unë e di se falja jote është më e madhe, andaj më fal mua. O Allah, fuqi plot, mbushi zemrat tona me dritë, shtëpitë tona me bereqet dhe ditët tona me paqe. O Allah, fuqi plot, mbushi zemrat tona me dritë, shtëpitë tona me bereqet dhe ditët tona me paqe. Kur dera e njerëzve mbyllet, hap për mua një derë nga mëshira jote, o Zot. Kur zemra ime thyhet, më mjafton që ti e di çfarë ndjej. Ki afër meje, o Zot, kur s'jam as në veten time, sepse ti je ai që nuk haron kur unë ndonjëherë të harroj. Mos më lër vetëm as në errësirën time, e as në rrugën që nuk e shoh qartë. O Allah, na ruaj dhe na mbron nga çdo e keqe.